Në dorëzim të komandës, Barduani ngreh shqetësimin për paqëndrueshmërinë e sigurisë në krye të KFOR-it rikthehet Ulutash. Rubin akuzon gjyqtarët e speciales për anshmëri, thotë se ish-krerët e UÇK-s duhet shpallen të pafajshëm. Vazhdon paqartësia për zgjedhjen e nënkretarëve të pakicave në kuvend, ndërkombëtarët kërkojnë që çështja të procedohet sa më shpejt. Mirë se vini në edicionin e lajmeve 21 minuta. Në krye të komandës forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë KFOR, është rikthyer general-majori i ushtrisë turke Özkan Ulutash, i cili u zotua se prioriteti i tij do të jetë garantimi i ambientit të sigurt për të gjitha komunitetet. Këto komente ai bëri pasi paraardhësi i tij Enrico Barduani në fjalën përmbyllëse si komandant i KFOR-it të ngriti shqetësimin për paqëndrueshmërinë e sigurisë për shkak të çështjeve të hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Presidentja Vjosa Osmani ndërkaq tha se Kosova mbetet në koordinim të ngushtë me trupat e NATO-s në çështjet e sigurisë. Në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it, komandanti i drejtanishëm i KFOR-it nga radhët e ushtrisë italiane, generali Enrico Barduani, tha se ekzistojnë ende shqetësime për humbje sigurie për shkak të disa çështjeve të pasgjidhura dhe kjo është arsyeja pse roli i KFOR-it mbetet ende kritik. Natyrisht, situata e sigurisë është përmirësuar dukshëm që nga fillimi i KFOR-it dhe dëshmi e prekshme e kësaj është fakti që sot forcat e KFOR-it janë reduktuar në më pak se 10% të asaj që ishin në 1999. Një arritje e rëndësishme. Megjithatë, ekzistojnë ende shqetësime për humbjen e sigurisë për shkak të disa çështjeve të pasgjidhura dhe kjo është arsyeja pse roli i KFOR-it mbetet ende kritik, edhe pse është thelbësor që KFOR-i të shihet si pjesë integrale e angazhimit të vazhdueshëm të komunitetit ndërkombëtar. Ky dialog është një kornizë për të zgjidhur çështjet e hapura dhe për të arritur zgjedhje që respektojnë të drejtat e të gjithë komuniteteve. Kjo është thelbësore për një stabilitet afatgjatë. Admirali i komandës aleate të forcave të bashkuara në Napoli, Stuart Munch, theksoi se misioni paqëruajtës i KFOR-it në Kosovë ka qenë i përkushtuar për të ofruar siguri. Sipas tij, përparimi diplomatik përmes dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë arritje e madhe. Për më shumë se një qerek shekulli, KFOR ka qenë i përkushtuar ndaj kushteve të sigurisë që mundsojnë dhe ruajnë shpresën. Përparimi diplomatik përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka qenë një arritje e madhe për të ndjekur këtë dialog. Nëse kjo shpresë do të realizohet, në fund të fundit varet nga duart e zyrtarëve të zgjedhur të Serbisë dhe institucioneve në Kosovë dhe me rëndësi nga duart e qytetarëve që votojnë për këta zyrtarë dhe zgjedhjet e tyre. Komandanti i rikthyer në detyrë si udhëheqës i KFOR-it, Özkan Ulutash, tha se është i gatshëm për të përmbushur misionin e KFOR-it për paqe të qëndrueshme në Kosovë dhe për stabilitetin rajonal. Prioriteti im gjatë kësaj periudhe do të jetë të siguroj që misioni i KFOR-it për të ruajtur një ambient sigurt dhe për të qenë për të gjithë komunitetet në Kosovë, si dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes për komunitetin ndërkombëtar, të vazhdojë të realizohet në një mënyrë të paanshme dhe transparente, në koordinim të ngushtë me udhëheqësit politik dhe ushtarak të NATO-s. Gjatë gjithë kësaj kohe, siguria e të gjithë personalitetit të KFOR-it do të mbetet prioritet kryesor. E pranishme në këtë ceremoni ishte edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila theksoi se populli i Kosovës është i rreshtuar me vlerat e lirisë e demokracisë. Prandaj, si shta ajo, aspirata e Kosovës për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrimi asaj se kush jemi. Historikisht dhe edhe sot populli i Republikës së Kosovës gjithmonë është rreshtuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe sigurisë kolektive. Kjo është arsyeja pse aspirata jonë për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrim i asaj se kush jemi. Në kohën kur kërcënimet ndaj paqes po shtohen, aleanca është më e fortë kur qëndron pranë partnerëve që vërtet kanë dëshmuar për kushtimin e tyre. Kosova e ka bërë këtë vazhdimisht përmes qëndrueshmërisë son, reformave tona dhe vendosmërisë së popullit ton dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë krah aleatëve tanë, sepse vetëm së bashku mund të sigurojmë që paqja e fituar me mund sot të bëhet paqja e qëndrueshme e së nesërmes.
Komandanti nga forcat italiane Enrico Barduani mori detyrën e komandantit të KFOR-it në tetor të vitit kaluar nga generali i ushtrisë turke Ozgan Ulutash, i cili tashmë është rikthyer në krye të kësaj pozite. Kosova e Turqia vazhdojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Komandanti i FSK-s, general lejtnant Bashkim Jashari, ka pritur në takim shefin e mbrojtjes të Turqisë, general Selçuk Bayraktaroglu, me cilin ka biseduar për zgjeриmin e bashkëpunimit për ngritjen e kapaciteteve ushtarake të FSK-s. Jashari shpreh falënderim për mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë për FSK në ngritjen e kapaciteteve profesionale, ndërsa shefi mbrojtjes së Turqisë rikonfirmoi përkushtimin e thellimit të bashkëpunimit me FSK-n, duke vlerësuar lart zhvillimin dhe profesionalizmin e ushtrisë së Kosovës. Ish zëvendës ndihmësi i sekretarit të shtetit amerikan James Rubin ka përsëritur deklaratën se ish presidenti Hashim Thaçi nuk kishte rol kyç në vendimmarrjet e UÇK-s. Rubin akuzon gjyqtarët e speciales për anshmëri dhe thot se ish krerët e UÇK-s duhet shpallen të pafajshëm. Ish diplomati amerikan James Rubin tha se nga pyetjet e gjyqtarëve kishte përshtypjen se ata ishin të anshëm dhe se ata vetë se kishin marrë vendim kundër ish krerëve të UÇK-s. Nuk është e vërtetë që të gjithë shqiptarët urrejnë serbët dhe të gjithë serbët urrejnë shqiptarët. Shumica e shqiptarëve dhe serbëve do të donin të jetonin në paqe me njëri tjetrin. Ky gjyq po fajson liderët e UÇK-s për gjëra që ata nuk i kishin nën kontroll. Ishte e qartë se Thaçi si një djalë i ri në atë kohë nuk kishte kontroll mbi asgjë. Dëshmova për 3 ditë, por më duhet të them gjyqtarët me parashtronin pyetje që dukeshin shumë të anshme. Prokurorët duhet ta ndërtojnë rastin, mbrojtja ndërton rastin. Gjyqtarët supozohet të mbledhin prova që të ulen dhe të marrin vendimin, por nga pyetjet që mora nga disa gjyqtarë, kisha ndjenjen se ata tashmë vetëm kishin vendosur. Rubin tha se gjykata në Hag duhet të bëjë gjën e duhur dhe të lirojë ish liderët e UÇK-s. Ky tribunal duhet të bëjë gjën e duhur, të i shpall ata të pafajshëm. Pastaj SBA dhe Evropa duhet të ulen me udhëheqësit e Kosovës dhe e Serbisë dhe ta zgjidhin këtë problem. Nuk ka arsye pse Ballkani të ketë rrezikun që lufta të fillojë përsëri. Ky është problem që mund të zgjidhet me përkrahjen e liderëve ndërkombëtar. Ish ndihmë sekretari amerikan i shtetit James Rubin në Hag tha që Hashim Thaçi nuk ishte në gjendje që të nënshkruante sepse delegacioni shqiptar i pranishëm në Rambuje duhej që të konsultohej me komandantët në Kosovë. Dëshmia e James Rubin është në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka treguar para trupit gjykues se gjatë periudhës 1997-2000 ka shërbyer si ndihmë sekretar i shtetit për çështjet publike dhe si zëdhënës i kryesor që ka raportuar drejt për së drejti përpara sekretares së shtetit Madeleine Albright. Konstituimi i kuvendit vazhdon të mbetet pezull derisa gjykata kushtetuese të jap arsyetimet e saj të vendimit për çështjen e zgjedhjes së nënkryetarëve nga pakicat serbe dhe jo serbe. Nënkryetaria e kuvendit nga komuniteti bosnjak Emilia Rexhepi ka thënë se është e gatshme të nënshtrohet procedurave të votimit nëse gjykata kërkon që votimi i nënkryetarëve të bëhet në pako. Nënkryetaria e vetme e kuvendit nga komunitetet pakic e zgjedhur me 73 vota, Emilia Rexhepi, ka thënë se do ta respektojë çdo vendim të gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin 21, Rexhepi ka thënë se zgjedhja e saj ka qenë legjitime dhe se nuk beson se do të jetë e nevojshme që gjykata kushtetuese të kërkojë të ripërsëritet votimi për të. Nuk besoj, sepse unë e votova në parlament, 73 vota komar, edhe procesi u kon veçantë, pse me votua pet. Nëse kërkon gjykata kushtetuese kështu? Po, patjetër. Do ta respektoni? Po. Unë gjithmonë e respektu vendimet e gjykata e kushtetuese,
edhe e presim 12 ditë për me votu nënkryetar prej komunitetit sërb. Nënkryetaria Rexhepi ka thënë se gjykata kushtetuese në vendimin e fundit e ka specifikuar se kuvendi nuk është konstituar pa u zgjedhur një nënkryetar nga komuniteti serb, duke mos përmendur komunitetet e tjera. Vendimi e gjykatës së kushtetuesës ka dhënë një hapësirë për 12 ditë veç me votu nënkryetar serb. Nuk di pastaj çka e presim. Por hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugashku, ka thënë se zgjedhja e Emilia Rexhepit si nënkryetare e kuvendit nga komunitetet jo serbe nuk mund të konsiderohet legjitime derisa gjykata kushtetuese e ka ndërlidhur që kuvendi nuk konsiderohet i konstituar pas zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve. Bugashku tha se kushtetuesja duhet të mbështetet jo vetëm në kushtetutë dhe rregulloren e punës së kuvendit, por edhe në praktikat e deritanishme parlamentare ku nënkryetaret zakonisht janë zgjedhur në pako. Mendoj që s'ka asnjë logjik që nëse të praktika parlamentare vlen në zgjedhjen e kryetarit, në procedurën e votimit për zgjedhjen e kryetarit, gjithsesi e njëjta duhet të vlej edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve dhe procesin dhe procedurën e votimit edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve. Sepse atëherë i bie që gjykata do të binde në kundërthënie me vetveten e saj, sepse hiç më larg se para disa muajve na sqaroi faktin që procesi i votimit për kryetar është i hapur dhe duhet të bëhet sipas praktikave të deritanishme parlamentare, dhe nëse në pako ne deri më tani kemi zgjedhur në kryetarë shqiptar, domosdoshmë duhet të sqarohet që edhe në pako duhet vazhdohet procesi i konstituimit edhe për nënkryetarët që përfaqësojnë partitë e komiteteve jo shumicë. Ndërkohë, ambasadori i Suedisë në Kosovë, Westerlund, ka kërkuar nga të gjitha partitë parlamentare që ta respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit. Diplomati suedez ka kërkuar që të procedohet sa më shpejt edhe për zgjedhjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb. Well, I'm very clear that the Constitutional Court has made a very clear statement on this. Gjykata kushtetuese ka dhënë një deklaratë shumë të qartë për këtë. Parlamenti nuk është konstituar, por në vend të kësaj duhet të procedohet me emërimin e një nënkryetari nga një komunitet jo shumicë. Nuk kam ndonjë mendim për vetëpërmbajtjen, por jam shumë i kënaqur që kjo është një deklaratë mjaft e qartë nga gjykata kushtetuese. Tani mos harroni që gjykata kushtetuese është themeli i çdo shoqërie demokratike dhe duhet t'i përmbahemi asaj dhe të respektohet në të gjitha vendimet. Deputeti i përkatësisë serbe Nenad Rashić ka thënë se është i gatshëm të rikandidojë për nënkryetar të kuvendit nëse gjykata kushtetuese ja lejon një gjë të tillë. Por deputetët e listës serbe vlerësojnë se u takon atyre propozimi për postin e nënkryetarit si shumicë parlamentare serbe. Ndërkohë, gjykata kushtetuese ka marrë vendim të martën që seanca konstituive e kuvendit e nisur me 15 prill nuk ka përfunduar dhe që ajo duhet të përfundojë brenda 12 dite nga hyrja në fuqi e aktgjykimit të saj të 30 shtatorit. Gjykata e ka arsyetuar vendimin e saj duke përmendur se ende nuk është zgjedhur nënkryetari i kuvendit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb. Në minutat vijues, kronikat nga fushata elektorale e partive politike për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Jeton Raka, kandidati për kryetar të Kaçanikut nga lëvizja vetëvendosje bashkë me liderin e kësaj partie Albin Kurti, premtuan përmirësim të infrastrukturës së Kaçanikut dhe vendimarrje për prioritetet e lagjeve e fshatrave përmes buxhetimit me pjesëmarrje. Në komunën e Kaçanikut, çdo lagje dhe fshat do të vendosë për prioritet infrastrukturën për çdo vit buxhetor. Përmes buxhetimit me pjesëmarrje, kryetari i ardhshëm i Kaçanikut, Jeton Raka, do të sigurohet përqeverisje për qytetarët me qytetarët. Para banorëve të fshatit Biçec dhe fshatrave përreth që na pritën përzemërsisht me mbështetjen time të plotë, Jeton Raka zëtohet për ndërtimin e urës Biçec-Nikaj mbi lumin Lepenc, rregullimin e pronit në fshatin Biçec dhe asfaltimin e rrugëve dhe rrugicave në fshatrat Kovaçe, Nikaj dhe Dubrav. Jetoni e do shumë Kaçanikun. Juve ju duhet një kryetar që bashkëpunon me qeverinë për të mirën e Kaçanikut. Kjo është e mundur më 12 tetor dhe do të bëhet me numrin 105 dhe lëvizjen vetvendosje. Lëvizja vetëvendosje fushatën e vazhdoi edhe në Viti, ku kandidati i kësaj partie për kryetar Arsim Ademi premtoi se në mandatin e tij do të ndërtojë qerdhe kurse objekti i shkollës së parë shqipe do të restaurohet, duke e kthyer atë siç tha në shkollë muze.
Fushat bëri edhe kandidati për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci. Ai theksoi se arsimi, punësimi dhe banimi janë prioritetet kryesore për të rinjt në këtë komunë. Në zemër të Çarshis, kjo librari mirëpret nxënësit e studentët me buzëqeshjen e librave dhe raftet plot materiale shkollore, gati për t'i shoqëruar në rrugën e mësimit. Arsimi, punësimi e banimi janë prioritetet tona për të rinjt. Rreth fushës së dijes, programin do e fillojë me depolitizim, mësim tërditor, rritje në numrin e bursave për student, aftësim profesional e trajnime për mësim digjital. Arsimi ka qenë e do të mbetet themel i dinjitetit qytetar të Mitrovicës, tha kandidati i lëvizjes vetëvendosje për këtë komunë, Faton Peci. Kandidati i LDK-s për kryetar të Suharekës, Ardian Shala, bashkë me liderin e kësaj partie Lumir Abdigjikun, mbajtën tobim elektoral me qytetarët e kësaj komune. Abdigjiku e quajti Suharekën qytet të dëshmorëve, të qendresës dhe krenarisë, i cili, siç tha, meriton një udhëheqje të ndershme dhe me vizion. Është koha që ky qytet i ug bytyqit, ky qytet i patriotëve të mëdhenj të kthehet aty ku i takon, në krah të lidhjes demokratike të Kosovës, shtëpisë së saj të vërtetë. Sonte qëndruam mes qytetarëve tanë në këtë qytet të madh, aty ku gjithmonë është ndjerë fuqishëm fryma e së djathtës, e punës dhe e vlerave tona. Prezantuam Ardian Shalën, kandidatin ton për kryetar dhe ekipin e përkushtuar të LDK-s për kuvendin komunal. Është ekipi i njerëzve të përgjegjshëm, të ndershëm, të punës, njerëz që dinë të dëgjojnë qytetarët e të kthejnë besimin në zhvillim të vërtetë. Ndërsa Ardian Shala, kandidati i LDK-s për kryetar të Suharekës, tha se potencialin e Suharekës do ta kthejë në zhvillim konkret. Energjia dhe përkraja që mora nga ju më jep bindjen se Suhareka është gati për ndryshim dhe për një udhëheqje që punon me duar të pastra. Programi ynë është i qartë dhe i ndërtuar mbi 3 shtylla kryesore: arsimin cilësor, shërbime publike dinjitoze dhe një ekonomi që krijon mirëqenie për çdo familje. Me investime në shkolla, shëndetësi, bujqësi e turizëm, ne do ta kthejmë potencialin e Suharekës në zhvillim konkret. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se Ardian Shala është kandidati i shpresës dhe i punës për Suharekën. Vërtet besoj që është koha që Lipiani të kthehet rrugë. Partia Demokratike e Kosovës zhvilloi tubim elektoral me qytetarët e Lipianit. Nga një grup njerëzish i caktuar. Ka pasur potencial që nuk është shfrytzu, shumë kohë është humbur, por njerëzit e mirë Lipianit nuk kanë kohë që të humbin më. Kryetari i partisë, Memli Krasniqi, tha se kandidati për një mandat të dytë në krye të komunës së Lipianit, Shukri Buja, është njeri i fjalës dhe i punës, duke nënvizuar se në këtë komunë nuk ka mbetur punë e madhe pa u kryer dhe pa u vendosur me vulën e tij. Si qytetar e si familjar, sepse vërtet dëshmit i keni. Shukri Buja ka qenë edhe më herët kryet Lipianit dhe... Kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, në një fjalim para qytetarëve inkurajoi të gjithë që të mbështesin Shukri Bujën për mandatin e dytë. Sot Lipiani ka nevojë për një njeri që kur e vesh pallton e punës, nuk e zhvesh 4 vjet. Gjemile Murati, kandidate për kryetare të Ferizajt nga AK-ja bashkë me liderin e kësaj partie, Ramush Haradinaj, prezantuan programin Dritë për Ferizajt. Haradinaj tha se kandidatja për kryetare Gjemile Murati premton zhvillim të Ferizajt me projekte konkrete dhe qeverisje të afërt me qytetar. Kandidatja jonë për kryetare Gjemile Murati është shembulli i përkushtimit dhe vizionit për zhvillimin e qytetit dhe rritjen e efikasitetit në shërbime. Që nga mosha e re, ajo ka shërbyer për komunitetin përmes organizatave jo qeveritare, ndërsa përvoja gjatë në qeverisjen lokale e ka bërë të njohur në themel çdo nevojë të qytetarëve të Ferizajt. Aftësia e saj për të dëgjuar e për të bërë partner i bizneseve e qytetarëve dhe për t'i dhënë drejtim zhvillimit e bën atë kryetaren që i duhet Ferizajt. Në këtë garë Gjemilia ka afër vetes një ekip të shkëlqyer kandidatësh për asamble, ku secili sjell ekspertizë dhe përvojë të dëshmuar në qytet. Ky kombinim e rrit vlerën e ofertës sonë për Ferizaj dhe garanton qeverisje me standarde të reja. Me këtë rast, Haradinaj prezantoi edhe kandidatët për asamble komunale të kësaj komune.
Kandidati i nismes social-demokrate për kryetar të Podojevës, Gjemail Hasani, bashkë me kryetarin e kësaj partije, Fatmir Limaj, vizituan familjen Pollomi në Podojev, ku shprehen ngaditshmërinë për të marrë përgjegjësi për punë dhe angazhim serioz. Bashkë me kandidatin për kryetar zotin Gjemail Hasani ishim në vizitë te familja Polloni në Podujev. Hasani dhe ekipi i tij po gjen një mbështetje të jashtëzakonshme në çdo pjesë të Podujevës. Ky ekip i përbër nga njerëz me përvojë, vajza dhe djem të përgatitur e të gatshëm të marrin përgjegjësi për punë dhe angazhim serioz. Zoti Gjemaili dhe ekipi i tij zotojnë për zhvillim të infrastrukturës, investime për fabrikën e duhanit, sigurimin e ujit të pijshëm, përmirësimin e arsimit, shëndetësi cilësore për të gjithë qytetarët e Podujevës, që tashmë do të kenë zërin e tyre për hallet dhe brengat që i preokupojnë për çdo ditë. Gjemail Hasani dhe ekipi i tij premtojnë modernizim të infrastrukturës, investime në arsim dhe në shëndetësi cilësore, duke siguruar që do të jenë zëri qytetarëve të komunës së Podojevës për çdo nevojë të tyre. A mundesh me imagjinu që në Prishtinë të gjithë fëmijët të mësojnë... Besa Shahini, kandidate për kryetare të Prishtinës nga Partia Social-Demokrate, u zotua se nëse e fiton mandatin, do t'i ndërtoj 10 shkolla të reja në kryeqytet. Ku çdo nxënës e nis ditën në një klasë ndriçuar, ku mëson matematik, gjuhë dhe shkencat, por edhe kodimin, artet dhe sportet, ku kryen detyrat e shtëpisë dhe integrohen kurset e pasditeve që sot ndodhen jashtë shkollave. Që kjo të arrijë, do t'i ndërtoj 10 shkolla të reja dhe do të zgjeroj 10 shkollat ekzistuese me anekse të reja. Ky është prioriteti im i parë, që fëmijët e Prishtinës të kapin hapin me fëmijët e kryeqyteteve tjera evropiane, sepse një Prishtinë e mirë për fëmijët është Prishtinë e mirë për të gjithë. Besa Shahini dhe PSD-ja për Prishtinën premton transport falas për nxënësit dhe qasje të barabartë në arsim për të gjithë nxënësit. Ajo që ne po propozojmë është që transportin shkollor ta merr komuna dhe me 50 minibus transporti bëhet në mënyrë të sigurt dhe ulen shpenzimet familjare që sot shkojnë në transportin e nxënësve. Dhe me këtë masë komunale ne sot jemi 240 euro plus. Besa Shahini tha se do të angazhohet për ta bërë Prishtinën një qytet më të zhvilluar. Për më tepër informacione vizitoni dhe portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshi.